Enada Hoxha rrëfehet për ndarjen nga Gert Vaso. Në një intervistë emocionuese në studion e emisionit Rudina, balerina dhe koreografja e njohur Enada Hoxha ndau me publikun një rrëfim të thellë mbi fuqinë e punës dhe rëndësinë e mbështetjes emocionale në periudha të vështira. E pyetur nga Rudina magjistari mbi rolin që puna ka pasur në jetën e saj kohët e fundit, Enada u shpreh: "Shumë e rëndësishme dhe fal punës çdo gjë po kalon më së miri. Jo vetëm u mendoj, por mendoj që është një fakt që në këtë botë vim vetëm dhe largohemi vetëm." Ajo theksoi se ndjehet me fat për njerëzit që e rrethojnë. "Duhet të jemi falënderues dhe mirënjohës Zotit që na rrethon me njerëz që na duan fort. Unë kam në krah njerëz të jashtëzakonshëm që nga familjarët e mi, te miqtë e punës që më japin dashuri çdo ditë. E kam zemrën plot." Ky rrëfim i sinqert i Enada Hoxhës, një ndër figurat më të dashura të artit skenik shqiptar, është një mesazh i fuqishëm për vlerën që ka puna, dashuria dhe mbështetja njerëzore në kohët më të vështira të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.